Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Do shkoj. Do kaloj edhe kjo. Zëri më bën të dukem më keq se çfarë jam, në të vërtetë nuk është se kam ndonjë problem shumë të madh, thjesht jam pak e bllokuar domethënë. Po, për fat të keq, dhe më thanë që kjo zjat ka shumë si periudhë kohore, edhe pse unë jam kujdesur shumë për veten time, për shëndetin. Po në përgjithësi në këtë periudhë e kam domethënë që smurën të paktën një herë, kështu që tashmë jam mësuar bën vite me të njëjtën cikël, kështu që. Gjithsesi, unë periudhën kur jam e smurë nuk është se e kam shumë bezdi, bile mund ta kem edhe madje kam dhe qef domethënë, më duhet ta them, duke qenë se është periudha që përkëdhel veten time më shumë, e kam dhe qef në këtë pikpamje. Ka disa ditë që interneti është goxha i dobët, lidhja domethënë vazhdimisht shkëputet, edhe lidhja që bëra madje ditën e hënë kishte goxha shkëputje, prandaj dhe disa fjalë ishin ngrënë në mes, kishte ngelë fjalë në disa vende pa kuptim, prandaj u detyrova që ta prisja si video. Dhe do të flas për të gjitha shenjat me radhë. Si fillim po them janë shërbimet e mia. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, të hënë dhe të premte. Ditën e hënë flas në lidhje me ciklin e hënës, dhe të alternuar me pyetje përgjigje. Ndërkohë që ditëve të premte bëj vetëm parashikimin javor, flas domethënë kur bëj në lidhje me ciklin e hënës dhe në lidhje me parashikimin javor, flas si fillim në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat. Për të gjithë ata që nuk kanë durim që të presin deri tek shenjat e tyre, do t'ju këshilloja që ta ndiqni ditën e nesërme, sepse atëherë i ve videot e mia tek kanali i YouTube-it. Përveç këtyre, tek platformat e mia ve dhe parashikim editore, tashmë ve vetëm ditët që shikoj të arsyeshme, që shikoj që janë shumë të rëndësishme. Gjatë atyre ditëve, në qoftë se kam përmendur që hëna është në zbrazëti, do t'ju këshilloj ta merrni parasysh patjetër atë periudhë, sepse jemi të gjithë më të hapur ndaj problemeve, ndaj incidenteve, aksidenteve në disa raste, vërtet që mund të dëmtojmë veten tonë, prandaj në ato momente do të këshilloj që të jemi shumë herë më të kujdesshëm. Këto janë shërbimet të cilat unë i ofroj për ju, pra për publikun, dhe janë pa pagesë. Ndërkohë që përtej këtyre, nëse dëshironi që të merrni informacione të tjera apo dëshironi që të dini specifikisht për veten tuaj, mund t'ju këshilloj analizën e hartës tuaj personale, pra konsult personale. Gjatë konsultave personale, siç e thash edhe pak përpara, bëjmë analizën e hartës, në bazë të saj bëjmë parashikimin për të ardhmen, mund të bëjmë analizën e lidhjes, çfarë do lloj lidhje, çfarë do lloj marrëdhënie që të jetë, nuk ka nevojë që të jetë thjesht lidhje sentimentale. Po ashtu, për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rrjedhoj të gjejmë ascendentin, duke qenë se ascendenti është i bazuar tek momenti që ne kemi lindur. Për të gjithë ata që janë të interesuar, mund të më shkruani nga WhatsApp-i im, më shkruani sepse kur merrni telefon ju bëj blok. Gjithsesi, u kam thënë shumë shpesh që kjo është zgjedhja juaj. Okej, pra, është java nga 26 janar deri në datën 1 shkurt. Kemi ndikime me shumicë, javën që vjen. Në radhë të parë, e para që do të kemi, duke filluar që nga data 26, pra ditën e hënë, do të kemi kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit. Kjo është një ndikim pozitiv, në të vërtetë. Arsyeja që është pozitive nuk është se po ndahet nga shenja e Peshqve, është sepse kemi pasur një periudhë shumë të gjatë që ka qenë te grada e fundit e shenjës së Peshqve. Dhe kjo do thotë që kemi pasur një periudhë të gjatë që kemi pasur kriza me natyrën, që i kemi vërë edhe vetë tashmë, sepse grada e fundit të shenjës së Peshqve është gjithmonë shumë problematike. Si rrjedhoj, kemi pasur edhe dëshira të shumta për mbytje, që i vëmë re të gjithë. Kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit, si rrjedhoj e kësaj, do të jetë më pozitive tashmë, por duhet jemi të gjithë të përgatitur, sepse duke qenë se shenja e Dashit është një shenjë zjarri, më do të fillojmë gradualisht që të ndjejmë fart thatësie. Si rrjedhoj që të akumulojmë ujë është e rëndësishme dhe gjë tjetër që ka më tepër rëndësi është që të gjejmë mënyra alternative për bujqësinë, duke qenë se do të na duhet në mënyrë që të ushqehemi. Një ndikim tjetër që do të kemi gjatë javës në vazhdim, ose më të themi këndet të cilat do të jenë vërtet shumë të rëndësishme, do të jenë takimi i Marsit me Plutonin. Këtë përmenda edhe javën e kaluar, paralajmërimi më të themi të kësaj, përmenda që javën e kaluar, duke qenë se kemi filluar ta ndijmë edhe që tani. Dita e diel, duke qenë se do të fillojmë që të jemi në ndikimin e takimit të Marsit me Plutonin, do të thënë që
Jemi shumë herë më të hapur ndaj manipulimit. Kjo nuk është më manipulim që bëhet për individin, është manipulim që bëhet për masat. Çdo gjë mund të jetë e fshehur. Kemi firmosit të marrëveshjeve të fshehura, të cilat mund të jenë në dezavantazhin tonë. Është një moment në të cilin duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm. Pra, edhe ne vetë nuk duhet të jetë një firma aty ku nuk e njohim mirë, se nuk e dim. Pra, investimet në këto momente janë vërtet shumë duhet bëjmë kërkime të shumta përpara se të investojmë tek diçka. Ktu është e vlefshme pothuajse në çdo aspekt, por më tepër do të preket teknologjia, si edhe përdorimi në masë që është në këto momente i inteligjencës artificiale. Do të këshilloja që gjatë ditës së hënë, të martë dhe të mërkur të jetë pak më i kufizuar, ose informacionet që marrim prej tyre t'i kontrollojmë edhe në fusha të tjera. Pra mund t'i kontrollojmë edhe në enciklopedi e të tjerë, ose mund t'i kontrollojmë edhe në Google, duke qenë se kemi më tepër mundësi që të përzgjedhim informacione, ta shikojmë edhe vetë nëse është i saktë apo jo. Po e nënvizoj, kjo është thjesht për kontroll, nuk po them që mos e përdorni inteligjencën artificiale, po them thjesht që kontrollojeni. Ndërkohë që kemi edhe një ndikim ose më themi dy kënde të cilat mund të bëjnë problematike edhe këto, duke qenë se do të kemi këndin negativ të Venusit dhe të Mërkurit, këta të dy do të jenë në takim me njëri tjetrin, dhe do të jenë në një kënd negativ me Jupiterin, si rjedhoj. Mund të kemi vështirësi që të perceptojmë realitetin, ashtu siç është, sepse logjika jo mund të jetë pakës e turbulluar. Ose në ndikimin e Venusit mund të duam vërtet që të marrim miratimin e njerëzve që kemi rreth rrotull, si rrjedhoj mendimet tona mund t'i anashkalojmë, besimet tona mund t'i anashkalojmë dhe të bëjmë gjëra thjesht për të bërë qefin personave që kemi rreth rrotull, ose siç e thash që të marrim miratimin e personave që kemi rreth rrotull. Ky ndikim do të jetë i vlefshëm nga data 29 deri në datën 31 janar, pra e kemi që nga dita e njëjtë deri ditën e shtunë. Kemi 3 ditë që jemi në këtë ndikim. Si rjedhoj, kjo java në vazhdim është një javë vërtet shumë problematike. Kjo është e vlefshme në përgjithësi për shoqërinë, por edhe individi detyrimisht duke qenë se është pjesë e shoqërisë do të ndikohet. Për te këtyre mund të kemi probleme edhe në lidhje me shëndetin, sepse do të jemi vërtet shumë të shpërndarë kësaj jave. Prandaj edhe këshilla ime do të ishte që duke filluar që nga dita e diel, pra duke filluar që nga data 25 janar, të bëjmë një programim të mirë. Madje do të këshilloja që edhe nga data 24, pra duke filluar që nesër, të bëjmë një programim të mirë dhe t'i përmbajmë atje, sepse edhe data 25 do të jetë në ndikimin e këndit negativ që do të ketë Marsi me Plutonin. Duke qenë se Marsi është planeti i luftës dhe Plutoni është planeti i vdekjes, kjo do të thonë që vërtet nëse bëjmë një gabim në këtë moment, ta kemi shumë të vështirë pastaj për të rekuperuar, sepse do të thotë mbarimi i një cikli shumë të rëndësishëm ose mbarimi i diçkaje, prandaj edhe vdekja e diçkaje është e pamundur që të ringjallet, si rjedhoj nëse nuk jemi të vëmendshëm në këto momente në hapat që hedhim, normale që mund të humbasim shumë. Por nëse jemi të vëmendshëm, do të ndodhë komplet e kundërta, sepse kemi mundësi që të mbarojmë diçka dhe të fillojmë diçka që është shumë herë më tepër produktive, efikase dhe e shëndetshme për ne. Pra, java në vazhdim, nëse përdoret ashtu siç duhet, kemi mundësi që të ndërtojmë diçka vërtet shumë pozitive, por nëse e lëm që të ndodhin gjërat, pra mos e marrim situatën në dorë, atëherë mund të humbasim vërtet shumë. Pra timi të vetëdijshëm që atë javës në vazhdim është kusht. Do të mos bëjmë panik, edhe kjo është e rëndësishme. Paniku asnjëherë nuk na shërben gjatë javës në vazhdim. Në përgjithësi për individin është pak më e menaxhueshme se çfarë është për shoqërinë. Çfarë do të them me këtë? Ne kur jemi vetëm mund të marrim vendime të sakta, por në kohë që marrim mendim nga shumë persona, mund të gabojmë, sepse do të kemi shumë të vështirë që të filtrojmë të gjithë informacionet që marrim në këto momente. Prandaj dhe në vend që të marrim mendim nga të gjithë njerëzit dhe pastaj të ngelemi të pasigurt se çfarë duhem të bëjmë, të marrim mendim thjesht nga personat që kemi besim, ose të veprojmë ashtu siç e dim vetë, pra nga eksperienca jonë në të shkuarën. Kjo është edhe një këshillë shumë e rëndësishme për mendimin tim, pra normalisht do të këshilloj ta merrni parasysh. Java në vazhdim do të filloj, ose dita e hënë, më mirë të themi, data 26 janar, do të filloj me hënën në kënde negative me pothuajse të gjithë planetet. Është në kënd negativ me Diellin, me Mërkurin, me Marsin, me Venusin. Si rjedhoj është një nga ditët më të vështira, për të mos thënë që është dita më e vështirë.
Edhe Neptuni do të kaloj tek shenja e Dashit vonë, si rrjedhoj edhe ndikimet e gradës së fundit të shenjës së Peshqve do të vazhdojmë që të ndiejmë. Është një ditë krizash, por çdo krizë sjell bashkë me të edhe mundësitë për oportunitetet. Janë të dyja gjithmonë të bashkangjitura me njëra tjetrën. Si rrjedhoj, nëse ditën e hënë ne jemi të kujdesshëm, i hedhim çdo hap me vëmendjen e duhur, atëherë kemi edhe mundësinë që të përdorim pra çdo element në avantazhin tonë. Po fillojmë me njëherë tashmë te shenja e Dashit. Duke qenë se do të fillojmë me hënën tek shenja e Demit, fokusimi kryesor për shenjën e Dashit do të jetë një stabilitet ekonomik, të ardhurat materiale. Për ta krizat që ndjen në këto momente tek bota e tyre brendshme, do të fillojnë që të ndihen shumë më të zbehta, duke filluar nga dita e hënë në darkë e tutje. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që ditën e hënë ta kaloni me më pak aktivitet. Të bëni vetëm gjërat që i dini, që jeni të sigurt. Që të planifikoni për javën, do të këshilloj që të bëni që nesër, pra që ditën e shtunë, duke filluar nga data 24, sepse gjithaj planifikim do t'ju nevojitet për gjatë gjithë javës në vazhdim. Dita e hënë e Mart dhe Mërkur mund të jenë ditë pak më të vështira për ju, duke qenë se Marsi është në takim me Plutonin, si edhe keni më tepër tendencën që të veproni në mënyrë impulsive, mund t'ju sos durimi. Kjo do të jetë e vlefshme pothuajse në çdo aspekt të jetës, por sidomos në qoftë se merrni vesh që dikush nga shoqëria juaj ju ka bërë padrejtësi, ose një individ apo një situatë ju ka penguar që të arrini qëllimin tuaj, vërtet që mund të veproni në mënyrë shumë impulsive dhe kjo do t'ju shkaktojë vërtet shumë dëme. Gjithsesi, në qoftë se jemi të kujdesshëm dhe siç e thash, jemi pak më të përmbajtur, atëherë kemi mundësi që të gjitha këto t'i kthejmë në avantazhin tonë. Mund të kuptojmë fytyrën e vërtetë të individëve dhe si rrjedhoj të marrim masa për të ardhmen. Ose në qoftë se kemi vëmë re që na është bërë padrejtësi ose na janë vënë pengesa përpara, në qoftë se vëzhgojmë mirë situatën, kemi dhe aftësinë që t'i përdorim të armësimi si fillim dhe pastaj t'i përdorim që të krijojmë atë stabilitetin ekonomik që përmenda në fillim, sepse kjo javë, pra java komplet në vazhdim, do të jetë në lidhje me stabilitetin ekonomik. Dhe është vërtet një javë shumë produktive në këtë aspekt. Ditët që do të bëjnë edhe më pozitive, do të jenë deri fund javës, në mos ditë e premte shumë pozitive, por prononvizoj. Dita e hënë do të jemi vërtet shumë të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm. Gjatë javës në vazhdim, shenja e Dashit ka një fat vërtet shumë të madh. Mjafton që mos jemi impulsiv. Ky është kushti për ju. Për sa i përket shëndetit fizik, kemi futur tashmë në fazën që edhe në qoftë se kemi pasur probleme deri në këto momente, jemi futur në fazën e rekuperimit. Madje kemi edhe mundësi që kohën që kemi humbur deri në këto momente ta rekuperojmë. Pra, do të na dalin përpara edhe mundësi për të zhvilluar, për të zhvilluar marrëdhëniet tona personale, po ashtu edhe në lidhje me karrierën, e njëjta gjë është e vlefshme, edhe për të krijuar stabilitetin ekonomik që sapo përmenda. Kjo është java e mundësive, oportuniteteve, mjafton që mos jemi impulsiv. Shenja e Demit. Hëna fillon, ose më themi, java fillon me hënën të vendosur tek shenja juaj. Ky është një ndikim pozitiv sepse hëna ndihet mirë tek shenja juaj, por duke qenë se ka kënde negative, do të thotë që duhet jeni vërtet shumë të kujdesshëm, njëlloj siç ishte tek shenja e Dashit. Kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit për ju do të thonë që bota e brendshme, subkonsciencia juaj tashmë do të jetë shumë herë më tepër aktive. Çdo gjë që shikoni më të themi, filloni që të perceptoni edhe anën e saj të fshehur. Është një lloj sikur të shikoni edhe anën e errët të hënës në një farë mënyre. Dhe kjo normalisht ju ndihmon që të shikoni edhe botën dhe realitetin në disa dimensione, të cilat mund t'i përdorni. Si fillim mund të përdorni edhe ju, keni më tepër fokusimin tek të ardhurat materiale, sepse në këto momente shenja e Demit më tepër është të fokusuar tek rritja e tij, tek avancimi i tij, që të jetë një person, një individ i cili ka një farë potencial, fuqie në dominancë, më të themi, në karrierën e tij ose në shoqëri, si rrjedhoj kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe këtu. Kalimi i Neptunit, siç e përmenda tek shenja e Dashit, ndryshe nga çfarë ishte gjatë gjithë kësaj periudhe që kishte një ndikim negativ tek shenja e Dashit, për ju është komplet e kundërta, sepse ju bën shumë më shton më tepër imagjinatën. Dhe si keni dhe mundësi që të bëni ato lidhjet, të cilat deri në këtë moment mund t'i keni pasur shumë më të vështira sepse keni qenë pak më tepër në materie. Si rrjedhoj, në qoftë se keni pasur një problem, një pengesë të tjerë, imagjinata juaj, ose më të themi,
imagjinata e përzir, e kombinuar edhe me logjikën, do t'ju ndihmojë që të gjeni zgjidhje shumë efikase. Keni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga sistemi në këto momente për të arritur majat pothuajse në karrierë. Dita e hënë, e marrë dhe e mërkur mund të bëjnë pak problematike sepse të gjitha këto ndryshime vinë me kriza, ndjeni të sfiduar, pra ju sistemi ju sfidon në mënyrë që ju të avanconi, të ecni përpara dhe të hiqni nga jeta juaj gjërat që nuk janë të rëndësishme ose më themi që janë problematike për ju. Pas kësaj, duke filluar nga dita e inte, e premte, e shtunë, e diel, është komplet e kundërta. Është një javë, në mësa vjen edhe përmirësohet java, duke qenë se të tashme do t'jeni shumë herë më të vetëdijshëm, do ta perceptoni shumë më mirë se çfarë duhet të bëni, se çfarë rrugë duhet të ndiqni në mënyrë që të jeni të suksesshëm si rrjedhë, ta keni shumë më të thjeshtë dhe që të përdorni gjithçka që është rreth rrotullit jush. Marrëdhëniet sentimentale në këto momente për shenjën e demit janë shumë të favorizuara. Arrim që të perceptojmë edhe me ndjenjë edhe me logjik, pra gjithçka dhe si rrjedhoj mund të ndërtojmë edhe lidhje shumë të shëndetshme, lidhje të cilat krijojnë stabilitet në jetën tonë, pra ato që na ndihmojnë që të ndihemi të sigurt, që të ndihemi që edhe të marrim dashurinë ashtu siç duhet. Prandaj dhe shenjës së demit këtë javë do të këshilloj të përdorin në maksimum. Një lloj siç tek shenja e dashit duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet të jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm, por përsëris për ju intuita është shumë e lartë, keni mundësi që ta përdorni për këtë arsye, që të merrni riske të panevojshme, normale që nuk këshillohet asnjëherë, por që të merrni riske dhe të filloni që të përdorni dhe elemente të re që bëjnë jetën tonë është shumë e rëndësishme në këto momente, do t'ja këshilloja me ngujë. Shenja e binjakëve. Kemi ndryshime të shumta gjatë gjithë javës. Kemi shumë vendosje planetare tek shenjat e ajrit. Dominanca është detyrimisht tek shenja e ujorit. Për ju ky është një ndikim pozitiv. Keni një perceptim shumë më të gjerë të botës, të universit dhe mbi të gjitha të vetes tuaj. Kjo ka më tepër rëndësi. Duke qenë se Urani është i vendosur në këto momente tek shenja e demit, për ju keni vazhdimisht downloadime nga universi. Kjo domethënë nga higher self, nga vetja juaj pak a shumë, nga universi, po lëm aty, dhe si rrjedhoj të gjitha këto informacione që merrni, dini se ku t'i vendosni, që është e pjesa më e rëndësishme. Ditët që mund të jenë pak më problematike është dita e hënë dhe e martë, duke qenë do të kemi edhe takimin e Marsit me Plutonin, pikërisht tek shenja e ujorit, por ju e keni më të thjeshtë që t'i tejkaloni të gjitha sfidat që ndjeni në këto momente, sepse arrin të shikoni, domethënë dhe të gjeni dhe zgjidhje, shikoni shumë thjesht më të themi. Ndërkohë që dita e mërkur është ditë shumë pozitive, pak më tepër që edhe dita e mërkurit, pra dita e drejtuesit tuaj, është një ditë vërtet shumë pozitive. Hëna do të ketë kënde pozitive me diellin, me hënën, me mërkurin e të tjerë, si rrjedhoj keni dhe aftësi kolosale që të gjitha këto që ndodhin, domethënë, ose të gjitha elementet që shikoni, t'i përdorni dhe keni mundësi që të krijoni një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik. Tema kryesore e javës në vazhdim në të vërtetë është stabiliteti ekonomik. Duke qenë se është një shenjë fikse, shenja e ujorit, ne arrim që të shikojmë gjërat ashtu siç janë dhe të materializojmë ato. Një ndikim tjetër i cili është shumë i rëndësishëm për shenjën e binjakëve është edhe çështjet sentimentale. Në këto momente është shumë e favorizuar edhe ky aspekt. Duke qenë se tek shenja e ujorit kemi të vendosur edhe Venusin, arrim që të shikojmë personat, shpirtin e njerëzve, më themi, arrim që të njohim ashtu siç janë në të vërtetë dhe si rrjedhoj kjo na ndihmon që të krijojmë lidhje të cilat na nevojiten. Pak më tepër që kalimi i Neptunit tek shenja e dashit do të thotë edhe më tepër këtë. Pra, do të arrim që të perceptojmë atë lidhjen hyjnore, më të themi, ose lidhjen perfekte për ne, dhe do të marrim edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria dhe nga ambienti ku ndodhemi në përgjithësi, për të perceptuar mirë se cili është personi që ne duam të kalojmë jetën. Është një periudhë me shumë fat për shenjën e binjakëve, pra dhe do ta këshilloj vërtet që ta përdorim këtë në maksimum. Duke qenë se shenja e binjakëve ka pasur një periudhë shumë të vështirë, 2024-2025, mund të kenë qenë vite, domethënë të cilat mund të keni pasur pak më tepër vështirësi, por ky është viti juaj. Vërtet që duhet ta përdorni në maksimum dhe kjo është një nga javët më pozitive, më të favorshme që ta bëni këtë. Në përgjithësi ndikimet ju favorizojnë vërtet shumë, sepse arrini që të perceptoni përpërsisht veten time, të perceptoni gjithçka ashtu siç duhet dhe keni dhe ndikime pozitive pothuajse në çdo aspekt të jetës. Të gjitha informacionet që merrni tani, po ju këshilloj që t'i përdorni, t'i mbani shënim atje, nëse është e nevojshme, që të mund t'i përdorni dhe kur fillojë shtina e peshqve. Okej, shenja e Gafores. Shenja e Gafores, ana pozitive, është që është energjia në rritje.
Mbi të gjitha, ditën e premte do të kemi edhe hënën të vendosur tek shenja juaj. Pra, gjatë javës do të kemi kulmimin tashmë të energjisë. Gradualisht do të akumulojmë energji për të arritur kulmin e kësaj, më të themi, në fundjavë. Ditën e premte do ta ndijmë edhe më tepër këtë. Duke qenë se dielli në këtë moment është i vendosur në një kënd negativ me shenjën negafores, kjo do të thënë që krizat janë të pashmangshme. Kemi mbylljen e disa cikleve, ose më thënë perceptimin e cikleve karmike në këto momente, si do kemi edhe aftësinë që të mbyllim ato. Është periudha ku shenja negafores rritet gjatë javës në vazhdim. Duke qenë se ditën e hënë, që është edhe dita që është drejtuar nga hëna, pra drejtuese shenjës negafores do të jetë në kënde negative, si me diellin, me Mërkurin, me Venusin. Kjo do të thënë që mund të kemi kriza pothuajse në çdo aspekt të jetës. Mënyra se do ta bëjmë re më tepër këtë është personat që kemi rreth rrotull mund të ndihemi të sulmuar prej tyre ose ata të sulmuar prej nesh. Prandaj dhe do të këshilloj që të komunikojmë në mënyrë pak më të zbutur. Në vend që të shikojmë bardhë dhe zi, të mundohemi që të perceptojmë se cila është situata e vërtetë dhe të gjejmë zgjidhje paqësore. Kjo ka më tepër rëndësi, ndërkohë që për sa i përket ndarjes së të ardhurave materiale ose në lidhje me gjyqjet, është një javë në përgjithësi pozitive, vetëm duhet të qëndrojmë të qetë. Në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, pra na thuhet diçka, është si për sa i përket të ardhurave materiale, pra për ndarjen e pronave ose të ardhurave materiale, nëse themi fjalën e fundit në fillim, këto probleme jo vetëm që do të zmadhojnë, por mund edhe të përfundojnë në sherrë shumë të mëdha, ndërkohë që për sa i përket gjyqjeve, në këtë pikë duhet të jemi vërtet shumë të përqendruar, sepse thjesht me një dokument ekstra ose diçka të tillë, domethënë, mund edhe të mbarojmë punë, ndërkohë që nëse veprojmë në mënyrë impulsive, normal që mund të futemi në situata të cilat nuk rikthehen më. Përpërsisht, duke qenë se Marsi është në takim me Plutonin dhe për shenjën negafores, kjo do të thonë vërtet drejtësia mund të sfidohet gjatë kësaj jave, pra ditë e hënë e martë dhe Mërkuri janë shumë të sfiduar në lidhje me këtë temë. Ne vetë duhet të jemi të qetë që të shikojmë edhe rrugëzidhje, por në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, mund të prishim vërtet shumë punë vetes tonë. Ditët të cilat do të jenë shumë të favorizuara për shenjën e gafores është dita e Mërkur, në përgjithësi është një ditë shumë pozitive për të gjithë ne. Shenja e gafores do të ketë një intuit vërtet shumë të lartë të asaj dite, do të arrijë të perceptojë të gjithë ato elemente që gjatë në ditëve të tjera nuk është se i ka perceptuar ashtu siç duhet. Prandaj edhe mund ta ketë pak më të thjeshtë. Gjithsesi, dita e premte është dita ku edhe energjia është më e lartë, hëna është vendosur tek shenjat e tyre, pak më tepër që do të jemi shumë më të favorizuar edhe nga sistemi, sepse do të kemi pak a shumë perceptimin se si mund të jetë zgjidhja e gjitha problemeve që kemi përjetuar gjatë gjithë javës. Është pak a shumë shpërblimi i një pune të mirë që kemi bërë gjatë gjithë javës, por normal që nëse bëjmë gabime, që ditën e hënë, të gjitha këto do të kthehen komplet e kundërta dhe në vend të shpërblimit do të përballemi me pasojat e veprimeve tona. Prandaj kjo është një javë vërtet vendimtare, do t'i këshilloja që të vepronin në bazë të kësaj. Për sa përket shëndetit, në këto momente shenja e gafores nuk është se ka një ndikim të drejtë për së drejtë, por me kalimin e hënës, duke qenë se zmadhohen të gjitha problemet, ditën e hënë për shembull mund të kemi zmadhimin edhe më tepër të problemeve që mund të ndjen tek sistemi riprodhues, sidomos duke qenë se shenja e gafores ka më tepër pjesën e gjoksit e ka më të ndjeshme, këtu mund të ndjejmë më tepër dhimbje. Po ashtu, duke filluar nga dita e Mërkurit, tutje mund të kemi probleme tek rrugët e frymarrjes, po mirë thash, dhe në vazhdim mund të kemi edhe probleme me sistemin tretës. Si rjedhoj, të gjitha këto, në qoftë se ndjejmë dhimbje në vendet përkatëse, do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm dhe ta përdorim energjinë tonë me më tepër moderitet. Nuk po them që të përdorim ilaçe, domethënë nëse dëshironi është zgjidhja juaj komplet, por këshilla ime do të ishte më tepër që të shplollemi, ta përdorim energjinë tonë me moderitet. Shenja e Luanit ka ndikime shumë të fuqishme në këto momente. Është një nga shenjat që do të ecë shumë përpara, të avancojë shumë, por ka gjithmonë pengesë, ndjen një farë pengese që i del përpara ose diçka që e mban, domethënë që nuk e lejon që të ecë me shpejtësinë që dëshiron. Kjo është edhe arsye që në të vërtetë shenjës së Luanit do të këshilloj ta dëgjoni këtë që ndjen, pra, nëse ndjen një farë pengese, domethënë që kanë diçka për të parë aty, kanë diçka për ta bërë mirë. Dhe si rjedhoj, në qoftë se përdori në këtë mënyrë, kemi dhe aftësinë që të perceptojmë shumë mirë ambientin që na rrethon. Kemi aftësinë që të perceptojmë shumë mirë dhe cilat janë mundësitë, oportunitetet që kemi rreth rrotull. Kjo për të zgjeruar shumë në karrierë. Është
vërtet vendimtare në këto momente. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me stabilitetin ekonomik brenda banesës, me familjarët tanë. Ky është një moment vërtet ideal për ta bërë këtë. Dhe kemi edhe një fokusim shumë të madh tek marrëdhëniet personale, ose më themi partneritetet në këto momente. Kjo është e vlefshme si për brenda martesave, po ashtu edhe në lidhje me bizneset. Duke qenë se në këto momente shenja luan, siç e përmenda edhe në fillim, ka mundësi që të krijojë një stabilitet shumë të madh ekonomik. Ka një kreativitet vërtet shumë të lartë. Me kalimin edhe të Neptunit tek shenja e Dashit, ju këtë do ta ndjeni shumë më tepër, sepse do të keni një riperceptim komplet të universit. Keni një shtim shumë të madh në imagjinat pas asaj. Dhe këtë gjithë të imagjinat mund ta përdorni në mënyrë se si dëshironi ju, pa rëndësi ka. Zgjeroheni komplet si en, pra kjo është e rëndësishme dhe si edhe këtë mund ta përdorni si të dëshironi ju. Mund të udhëtoni që është pak a shumë do të bëhet kusht, domethënë nuk do t'ju mbaj vendi. Dhe kjo mund të thotë edhe zhvendosje jashtë shtetit, edhe pse mund mos jenë të menjëhershme. Në këto momente, fokusimi kryesor është të krijimi një balance tek marrëdhëniet personale. Gjatë ditëve 29 deri në datën 31, pra që i përkon ditës së enjtë, të premte dhe të shtunë, do të kemi një kënd negativ të Jupiterit me Mërkurin dhe me Venusin, si rrjedhoj. Këto janë 3 ditë të cilët do t'i këshilloj që t'jemi shumë të kujdesshëm, si në lidhje me shëndetin, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet personale. Duke qenë se këto janë ditë ku të dyja këto mund të jenë shumë të sfiduara. Ndjejmë një trysni shumë të madhe ne. Domethënë, shenja luan do të ndjejë një trysni vërtet shumë të madhe gjatë atyre ditëve, si edhe mund të reagojë në mënyrë shumë impulsive, sepse gjithë atë që ndjen, domethënë trysnin që ndjen brenda vetes do të ndojë që ta nxjerrë jashtë, si rrjedhoj, mund të prishni tek këto marrëdhënie që sapo përmenda, pra marrëdhëniet personale, sidomos brenda martesave mund të jenë pak më të sfiduar, dhe njëjtë është e vlefshme edhe në lidhje me shëndetin fizik. Gjithsesi, kemi aftësi të shumta që t'i kalojmë këto, duke qenë se siç e thash ndjejmë një farë pengesë. Nëse ndalojmë aty ku ndjejmë pengesë, do ta kuptojmë edhe më mirë se ku qëndron problemi dhe të hedhim hapat më të sigurt. Pra, në këto momente e rëndësishme është të hedhim hapa të sigurt, jo të shpejt. Kjo ka shumë rëndësi. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës jemi futur në periudhën ku fokusi kryesor është jeta e përditshme dhe puna. Puna në këto moment është në rritje sipër për shenjën e Virgjëreshës. Ditët që do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm janë dita e enjtë, e premte dhe e shtunë, edhe në lidhje me këto pikpamje, edhe në lidhje me të gjitha investimet që kemi bërë deri në këto momente. Kur them investime, në këto, çfarë dua të them, në këto momente është jo thjesht ato materiale, po them dhe investimi i kohës që mund të kemi bërë kundrejt personave të ndryshëm edhe në shoqërinë tonë. Pra nëse kemi investuar kohë, mund tek një individ dhe na ka zhgënjur ose nuk kemi marrë ato çfarë ne dëshironim ose çfarë prisnim, do të këshilloj që ta rishikonit edhe një herë situatën. Cilat janë balancat që ju keni thyer ose të keni tejkaluar, në mënyrë që të mund të rregulloni këto. Është një periudhë në të cilën shenja e Virgjëreshës ka aftësi vërtet shumë të madhe që të perceptoj se ku qëndron problemi dhe si rrjedhoj të gjitha problemet, çfarë do lloj problemi që keni në jetën tuaj. Sepse në këto momente jeni shumë efikas, keni një përdorim në një logjike pothuajse perfekte, arrini që të krijoni balancë perfekte përsëri në gjithë jetën tuaj. Të përdorni edhe intelektin në mënyrë pothuajse perfekte, sepse drejtuesi juaj që është Mërkuri në këto momente është tek shenja e Ujorit dhe kjo indikon shumë në jetën e përditshme. Arrini që të perceptoni shumë mirë situatën ose materien, botën, ashtu siç është, dhe kjo normalisht ju ndihmon në çdo aspekt të jetës. Keni një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, ta anasjellët, më duhet ta them, por e keni edhe këtë rritje dhe kjo do të përkthehet dhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Më tepër do të fillojmë që ta vëmë re kur Saturni të kalojë tek shenja e Dashit, por edhe me kalimin e Neptunit do fillojmë që ta ndjejmë atë gradualisht, do të kemi më tepër shtimin e mundësive se si mund të krijojmë burime për të ardhur materiale dhe propozime të shumta për bashkëpunime. Do t'i këshilloj që t'i merrni parasysh sepse të gjitha bashkëpunimet, duke filluar nga dita e hënë tuti ju bëjnë mirë, jo të nxituar, normalisht do të mendojmë mirë. Dhe mundësisht bashkëpunimet ose propozimet që vijnë nga shoqëria juaj ti shikoni. Edhe një me atë filtrin që sapo i thashë, sa kam marr unë mbrapsht
nga investimi që kanë bërë te ky individ. Në bazë të kësaj, domethënë do arrini që të perceptoni se është apo s'është e vlefshme si bashkëpunim dhe se sa mund të përfitoni nga ajo. Pra në këto momente duhet jeni pak më tepër të mendoni për veten tuaj, pra se sa do të përfitoni nga gjithçka. Në lidhje me shëndetin, duhet ta them, në lidhje me shëndetin jeni shumë të prekur. Në qoftë se nuk jeni të përgjegjshëm për trupin tuaj, edhe trupi juaj do t'ju përgjigjet keq, prandaj edhe duhet jeni të fokusuar edhe tek aktiviteti fizik, duhet jeni shumë të kujdesshëm çfarë konsumoni në këto momente. Kur them konsumim, nuk do me thënë thjesht ushqimin dhe ato çfarë pini, po them edhe çfarë konsumoni në lidhje me informacionin, që është edhe pjesa më e rëndësishme në këto momente ku ne jetojmë. Shenja e peshores gjatë javës në vazhdim. Si fillim po them për ditën e njëjtë, të premte dhe të shtunë. Këto gjatë këtyre 3 ditëve shenjës së peshorës do të këshilloj vërtet që të jemi të kujdesshëm, duke qenë se mund të kemi kriza në lidhje me karrierën, ose mund të kemi edhe kriza në lidhje me partnerët tanë. Këto janë 2 pika që do të jemi shumë të vëmendshëm. Arsyeja që është kjo. Kemi një kënd negativ të Jupiterit me Venusin dhe me Merkurin. Prandaj edhe mund të bëjmë reagime të cilat mund të jenë jo të përshtatshme për ambient pune, ose mund të veprojmë në mënyrë aq impulsive sa i gjithë profesionalizmi, domethënë bie në tokë, si rrjedhoj edhe të kemi probleme të rëndësishme në marrëdhëniet brenda punës ose dhe në lidhje me rritjen tonë në karrierë. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, duke qenë se mund të veprojmë në mënyrë impulsive, mund të fillojmë lidhje të cilat nuk janë të përshtatshme për ne, ose mund të humbasim durimin dhe të testojmë kufijt e personit që kemi përballë, ose të lejojmë që kufijt tanë të na shkelen pra. Këto janë temat më të rëndësishme që ka shenja peshore gjatë javës në vazhdim. Tani, si duhet të veprojmë? Duke qenë se kemi një favorizim shumë të madh në këto momente, për shenjën e peshores, mund të përdorim fatin, intuitën tonë për të avancuar. Kemi një krijimtari shumë të lartë. Prandaj edhe në qoftë se e vëmë re që dikush ne po na teston, këshilla ime do të ishte që të jemi të qetë, të përgjigjemi me qetësi dhe të mos kapemi pas vogëlsirave. Do ta kemi shumë më të thjeshtë që ta bëjmë këtë pasi edhe Neptuni të kalojë tek shenja e Dashit, por gjithsesi dita e hënë mund të jetë pak më problematike. E rëndësishme është gjatë ditëve që ne na duhet që të shikojmë fotografinë pak më të plotë, që është pikërisht dita e njëjtë, e premte dhe shtunë, do ta kemi këtë si aftësi, prandaj do ta kemi shumë më të thjeshtë, edhe nëse dalin problemet që sa përmenda ti anashkaloj, mjafton që të jemi pak më të qetë të shikojmë fotografinë të plotë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një javë vërtet shumë e favorizuar për shenjën e peshore. Është një periudhë e tillë. Kemi një pasion shumë të lartë në këto momente dhe kjo normalisht që ndikon shumë edhe lidhje sentimentale, marrëdhënie bashkëtorë, po ndikojnë në shumë pozitive, pak më tepër që edhe me kalimin e Neptunit tek shenja e Dashit, këto përforcohen edhe më tepër, kalojnë një fazë të re ose më të themi në një dimension të ri. Kjo do thotë që mund të kemi edhe kalimin në një periudhë shumë më paqësore për shenjën e peshores në lidhje sentimentale, sidomos përsëris tek marrëdhëniet bashkëtorë dhe ato afatgjata. Për sa i përket të ardhurave materiale ose partneriteteve që kanë të bëjnë me biznese, gjatë javës në vazhdim shenja e peshores mund të jetë pak i disbalancuar, sepse nuk do të dinë se cila është ajo çfarë duhet të bëjnë. Në këto momente do të këshilloj thjesht që të kthehemi në qendrën tonë dhe kemi vërtet aftësinë që të gjejmë rrugëzidhje, sepse siç e thash, shenja e peshores në këto momente është shumë e favorizuar, ka një krijimtari vërtet shumë të lartë, prodhon domethënë vazhdimisht diçka dhe në një vend tjetër do ta gjej zgjidhjen, cila do që të jetë ajo. Java në vazhdim për shenjën e peshores është edhe java ku mund të marrim edhe lajme në lidhje me fëmijë, ose nëse dëshirojmë që të bëjmë me fëmijë, mund të jetë një javë ideale për këtë temë, duke qenë se kemi një zhvillim vërtet shumë të madh në këtë pikë. Shenja e Akrepit. Por shenja e Akrepit, java në vazhdim është e çuditshme, por shumë pozitive. Duhet të jemi të qetë. Në përgjithësi java në vazhdim kushti është të jemi të vetëdijshëm dhe të hedhim hapa të sigurt. Ky është kushti për të gjitha shenjat. Dhe për shenjën e Akrepit nuk është ndryshe. Kemi takimin e Marsit me Plutonin, që është ditën e hënë të Martit dhe të Mërkur, duke pasur kulmimin e saj ditën e Mart. Si rrjedhoj, do t'i këshilloj që atë ditë të paktën të jemi shumë të vëmendshëm, të mos veprojmë në mënyrë impulsive por mundësisht të qëndrojmë brenda një rutine që ne e njohim përmendesh, sepse do të jemi vërtet shumë të hapur ndaj problemeve, ndaj aksidenteve në disa raste. Këto më tepër do t'i vëmë re si
dëme materiale të cilat prekin banesën tonë ose dëme ose konflikte të cilat dëmtojnë në mënyrë të dukshme marrëdhëniet familjare. Por përsëris janë ditën e hënë, të marrë dhe të mërkurë. Por në qoftë se përdoret ashtu siç duhet, pra qëndrojmë të qetë, pavarësisht se mund të ndihemi të trysni nga jashtë, të gjitha këto janë në favorin tonë sepse mund të krijojmë stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik në këto momente. Shenja e akrepit është vërtet shumë e favorizuar në këtë aspekt. Të gjitha problemet që mund të ekzistojnë në jetën e tij të përditshme në vendin e punës, arrin që të perceptojë dhe arrin që t'i zgjidh. Është shumë praktik pra në këto momente, pak më tepër që i gjithë potenciali që ka është palosur dhe sillë kemi mundësi që ta përdorim në maksimum. Kemi mundësi shumë të mëdha për të krijuar lidhje shumë të favorshme në këto momente. Ka një fat vërtet shumë të madh. Të gjithë personat që në jetën e akrepit në këto momente janë persona që duhet të jenë aty, si dhe lidhje sentimentale janë të këshillueshme. Për sa i përket krijimit të familjeve, edhe kjo është një temë e cila është shumë e rëndësishme në këto momente. Do të jetë një cikël sepse duke filluar nga data 17 shkurt, do ta vëmë edhe më tepër ose më themi rreth datës 17 shkurt, të gjitha njohjet që kemi në këto momente për këtë arsye janë shumë të rëndësishme. Do të këshilloj që të brojtoni të mirë personat, çfarë ndikimi keni për tyre ose mënyrë se komunikoni me njëri tjetrin, sepse të gjitha këto lidhje që po kryejnë në këto momente janë lidhje që do të vazhdojnë për një kohë shumë të gjatë. Mund të jenë dhe lidhja e jetës tuaj. Shenja e akrepit këtë javë e ka vërtet shumë pozitive, po e nënvezoj disa herë, po duhet të jemi shumë të qetë në çdo veprim që bëjmë, në qoftë se doim që ta përdorim, në qoftë se nuk e përdorim ashtu siç duhet, përsëris dëmet do t'i kemi brenda marrëdhënieve familjare dhe shtëpisë, dhe të gjitha këto mund të e kalojnë edhe këtë pikë, mund të përkthehen edhe në probleme të rëndësishme tek karriera, po ashtu edhe në marrëdhëniet afatgjata që janë ato bashkëtorë ose në bashkëtesa, pra në lidhjet të cilat kemi kohë të gjatë që jemi së bashku. Është komplet në dorën tonë. Shenja e akrepit nuk mund të them që nuk mund ta bëj këtë gjë, ka aftësinë për ta bërë, thjesht duhet të jemi të kujdesshëm. Dhe të mos manipulojmë veten tonë, sepse dhe kjo është një nga temat që është e rëndësishme për këtë javë. Shenja e shigjetarit bëre një lidhje, ose më themi këtë të hënë, bëra lidhje në lidhje me stilin e ujorit, aty fola për të gjitha shenjat, por detyrimisht edhe për shenjën e shigjetarit. Ajo çfarë thash është që kjo periudhë për shenjën e shigjetarit është shumë e rëndësishme, shumë pozitive, ka ndikime vërtet shumë të mëdha. Lidhjet të cilat janë më të rëndësishme në këto momente në jetën tuaj janë ato me vëllezërit, me motrat tuaj dhe mbi të gjitha personat që i konsideroni pak a shumë si familje, edhe pse nuk jeni domethënë një të gjak. Si rridoj këto marrëdhënie që mund të marrim me ndihmë më të madhe, por mund të na e thyen edhe pak zemrën. Pse e them këtë së gjë? Gjatë kësaj jave do të kemi një kënd negativ përsëris të Jupiterit me Venusin dhe me Mërkurin. Venusi dhe Mërkuri janë të vendosur aktualisht tek pikërisht shtëpia që prek marrëdhëniet me vëllezër, me motra dhe me shoqërinë tonë të ngushtë. Ndërkohë që Jupiteri është i vendosur tek shtëpia karmave. Prandaj dhe të gjitha këto stimulime që mund të marrë gjatë kësaj jave do të jenë në mënyrë që ne të mbyllim ato plagët të cilat deri në këtë moment e kemi lënë të hapura, që nuk kemi pasur fuqinë ose guximin që të ballafaqohemi. Është një javë shumë e rëndësishme për këtë arsye. Përfundimi është pozitiv, por siç e thash mund të jetë momente disi stresuese për ne. Në ato momente, në qoftë se ndjeni trysni shkruar më të madhe se çfarë mund ta përballoni, këshilla ime do të ishte që të gjeni një mënyrë alternative për të argëtuar. Argëtimi gjatë kësaj jave ka rëndësi vërtet shumë të madhe, sepse na ngre shumë optimizmin dhe mbi të gjitha na bën ne që të perceptojmë më mirë vendin që kemi në univers. Kjo është shumë e rëndësishme në këtë moment. Nëse e perceptojmë që universi është vërtet shumë i madh, dhe kjo do të thotë në të njëjtën kohë që kemi dhe mundësitë e pafundme, si rridoj kemi dhe aftësinë që të shikojmë se ku mund të përshtaten ato dhe që të aplikojmë dhe në jetën tonë. Lajmi më i mirë për shenjën e shigjetarit gjatë kësaj jave është kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit. Kjo do të thënë një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për sa i përket çështjeve sentimentale. Duke qenë se të gjitha lidhjet që krijohen në këto momente janë vërtet shumë pozitive. Neptuni është vllai i Jupiterit, si rrjedhoi dhe
këta të dy kanë lidhjen vërtet shumë mirë me njëri tjetrin. Pra i mbështesin shumë të gjitha lidhjet që kryen në këto momente, sepse kanë bazën e tyre e kanë tek shoqëria, tek vllazëria. Si rjedhoj dhe janë dhe lidhjet të cilat i rezistojnë vërtet shumë kohës, edhe në qoftë se nuk bëjnë lidhje sentimentale, mund të bëjnë lidhje shoqërore vërtet shumë të fuqishme, të cilat vazhdimisht e ushqejnë njëri tjetrin. Pra është një periudhë vërtet shumë pozitive. Jemi thjesht në fillimin e saj, do të vazhdojmë që ta ndjejmë shumë më tepër në vazhdim, por kjo është një javë vendimtare që të hedhim hapin e sigurt të drejt kësaj. Por e përses nëse nuk ndjeheni mirë, keni momente që nuk ndjeheni mirë, që mund të bjeni pak a shumë në plagështi, këshilla ime do të ishte që të gjeni një aktivitet i cili bën që të ndjeni të lumtur. Se çfarë është ky aktivitet, e dini ju vetë, gjithsecili e ka ndryshe. Okej, shenja e bricjapit. Shenja e bricjapit gjatë kësaj jave është e favorizuar në mënyrë të dukshme. Duke qenë se kemi ndikime pozitive në pothuajse në çdo aspekt, kemi një materializim të gjitha asaj që kemi deri në këtë moment mund të kemi investuar. Kemi realizimin edhe të punës, si më themi, fillojmë që të marrim benefitet e gjithë punës që kemi bërë, por duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm, një tek marrëdhëniet familjare, e dyta në marrëdhëniet që kemi me partnerët tanë. Pse e themi këtë? Duke qenë se Neptun do të kalojë tek shtëpia jonë, tek marrëdhëniet familjare, me kalimin e tij tek shenja e dashit, kjo do të thotë që do të filloj të krijoj një kënd negativ me ju. Si rjedhoj, këto marrëdhënie mund të sfidojnë, si fillim. Pra, pak a shumë mund të tronditen në mënyrë që të perceptojmë se ku është pjesa që është e shëndetshme, cila është pjesa që duhet rregulluar. Nuk është negative, është shumë pozitive, mjafton që ne të jemi më të vetëdijshëm. Dhe e kemi dhe aftësinë për ta bërë këtë. Duhet të hedhim veç hapa vërtet shumë të sigurt. Në lidhje me harxhimet, investime për të ardhur në materie, pra. Mirë thash. Kjo është një javë vërtet shumë pozitive, por duhet të jemi të vëmendshëm detyrimisht edhe në këtë pikë. Nëse bëjmë investime të gabuara, do të kemi dëme të rëndësishme, madje do ta them që të cilat mund të ndëmtojnë edhe marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë në afatgjat, por nëse jemi të vëmendshëm, do të kemi një rregullim të dukshëm komplet të jetës tonë, pra, do të kemi krijimin e një begatie vërtet shumë të madhe. Ndërkohë që marrëdhëniet personale, lidhjet afatgjata, gjatë gjithë kësaj jave janë shumë të prekura, por ditët që ta ndjejmë më tepër është dita e njëjtë, e premte dhe e shtunë. Duke qenë do të kemi një kënd negativ të Jupiterit me Venusin dhe me Mërkurin. Këtu kufijtë do të jenë pak të pasigurt. Mund të bëjmë gjëra të cilat nuk janë shumë të përshtatshme për ne, për karakterin tonë, si edhe mund të prishim këtë marrëdhënie, ose mund të krijojmë edhe turbullira. Por në qoftë se ne ndalojmë përpara se të reagojmë ose përpara se të veprojmë e mendojmë mirë situatën, normale që kemi edhe aftësinë për të rregulluar këto. I njëjta gjë mund të ndodhë edhe anasjelltas, për partneri jon mund të sillet, ose partneri jon mund të sillet në një mënyrë që nuk është e përshtatshme për të, por mund të jenë thjesht momentare dhe janë tematika të cilat ne duhet të fillojmë që të diskutojmë së bashku në mënyrë që të zgjidhim. Është një javë ku qetësia, mendimi, pra logjika ka shumë rëndësi në të gjitha aspektet e jetës siç e vini re, por sidomos në marrëdhënie si familjare, po ashtu edhe në lidhje me partneritetin, ka shumë herë më tepër rëndësi. Fati i madh në këto momente është që kemi një Uran i cili është i vendosur tek shenja e Demit dhe kjo krijon një stabilitet vërtet shumë të madh. Krijon një farë mundësie për shenjën e bricjapit që edhe nëse kemi probleme, të arrijmë që të perceptojmë shumë mirë se cila është zgjidhja. Dhe kjo është pika e cila mund të përdoret për gjatë kësaj jave. Në lidhje me shëndetin, duhet jemi të gjithë të kujdesshëm sepse e vini re, por nuk është se kemi ndonjë ndikim shumë të madh. Domethënë, ato çfarë janë ndikimet që na ngelen nga Hana Re që ishte tek shenja e bricjapit, do t'ju këshilloj që ta dëgjoni edhe atë si video sepse më fola gjatë gjërë dhe ndikimet e Hënës së Re do të vazhdojmë që të ndjejmë deri në datën 17 shkurt, nuk është se do të mbarojmë me njëherë pra. Dhe nëse është nevojshme mund të merrni dhe masa. Shenja e ujorit. Erdhëm tek shenja juaj. Atëherë, si fillim, ditët që duhet jemi të kujdesshëm janë dita e njëjtë, e premte dhe e shtunë, duke qenë se kemi kënde negative të Venusit dhe të Mërkurit me Jupiterin. Prandaj dhe kemi probleme të rëndësishme që mund të dalin tek vendjoni i punës ose me shëndetin tonë. Tek vendjoni i punës në përgjithësi këto mund të
vjen re në marrëdhënie problematike ose në shpërthime të panevojshme me kolegët ta. Prandaj dhe në qoftë se shikoni në këtë pikpamje, ta keni shumë më të thjeshtë që të i kaloni, sepse nëse merrni me tepër qetësi dhe nuk bini pre e manipulimit që mund të ndodhë gjatë kësaj jave, do ta keni shumë më të thjeshtë që në ato momente thjesht të numëroni deri në 10 dhe t'i zgjidhni në qoftë se keni mundësi ose në qoftë se nuk keni mundësi, t'i anashkaloni dhe të shikoni punën tuaj që do t'ju këshilloja gjatë gjithë kësaj jave. Pse po them këtë? Sepse është java në të cilën ju keni mundësi më të madhe për të zhvilluar, për të rritur, për të realizuar çfarëdo lloj gjëje që ju dëshironi. Sot, pra, në datën 23 kishim kalimin e Marsit tek shenja juaj, si rreth patët një aktivizim vërtet shumë të madh. Por, në dita e hënë e martë dhe e mërkur, do të kaloj me Marsin në takim me Plutonin. Kjo mund të përdoret sepse kemi një pasion vërtet shumë të madh për jetën, si rreth mund të përdoret në këtë pikpamje, por në qoftë se bien pret e këtij pasioni, pra veprojmë në mënyrë impulsive, normalisht do të humbase. E rëndësishme është që këtu të kemi një farë balance. Ti jemi të programuar normalisht na bën mirë. Do t'i këshilloj të bënim që tani madje, sepse kemi vërtet shumë mundësi që java në vazhdim të bëhet java më e rëndësishme dhe më produktive për ne. Kemi vendosin edhe të Venusit tek shenja juaj. Venusi është planeti i cili është përgjegjës për dashurinë, për begatin, dhe mbi të gjitha kemi edhe një kënd negativ. Por ky kënd negativ mund të sjellë edhe këtë papritura të këndshme. Në të vërtetë për sa përket çështjeve sentimentale, si rrjedhoj, edhe këtë mund ta përdorni në avantazhin tuaj. Në qoftë se kemi një farë trysnie me një person dhe ne ulemi diskutojmë, mund të gjejmë shumë rrugë të përbashkëta dhe si rrjedhoj mund të krijojmë edhe situata të cilat janë në favorin tonë. Kjo është më tepër e vlefshme përse në qoftë se jemi dhe është partneri jon ose një person që ne kemi interes sentimental. Në të njëjtën kohë, është një javë ku kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë. Marrëdhëniet familjare janë vërtet shumë të favorizuara. Kemi vazhdimin e periudhës ku edhe Marsi do të ketë vazhdojë të ketë kënd pozitiv me Uranin, që është drejtuesi juaj, si rrjedhoj të gjitha marrëdhëniet familjare vazhdojnë të kenë një stabilitet vërtet shumë të madh dhe mund të bëjnë edhe pika ku mund të ekuilibroni gjithçka, nëse keni probleme, pra. Ndërkohë që kalimi i Neptunit tek shenja e dashur, por domethënë tashmë përdorimin e komunikimit në mënyrë shumë efikase, perceptimi i botës në mënyrë shumë më të gjerë. Kjo ju ndihmon edhe për të krijuar kontakte të reja që normalisht do ju ndihmojnë vërtet shumë edhe në të ardhmen, por edhe në këtë moment do t'ju bëjë që të ndjeni më të parë nga bota dhe si rrjedhoj të ndjeni edhe më të sigurt, keni më tepër vetbesim tek vetja juaj për të bërë gjithçka çfarëdo që ju dëshironi. Por përsëris, marrëdhëniet që keni me kolegët tuaj do të këshilloj që jeni të vëmendshëm dhe në lidhje me shëndetin duhet jemi detyrimisht të vëmendshëm. Nëse ndjeni një farë trusnie në trupin tuaj dhe keni dhimbje koke, sepse mund ta ndjeni këtë gjë sa javë, do të këshilloja që të hidratohemi pak më tepër, që të jemi pak më të kujdesshëm për trupin tonë dhe shpërthime energji që mund të kemi, ti më njanojmë sa më tepër që të mundur pra ta përdorim energjinë tonë me moderitet. Të kemi edhe outlete, pra në kuptimin që mund të jemi më aktiv, të bëjmë sporte të tjera, është domosdoshmëri tashmë. Për shenjën e peshqve gjatë javës në vazhdim, kemi ndikime të fuqishme. Si fillim, kemi tashmë të gjitha planetet kanë kaluar tek shenja e ujorit, si rrjedhoj gjithçka është në subkonsciencën tonë. Gjithçka është tek një vend që ne nuk arrijmë që ta perceptojmë, po e ndijmë edhe nëse ka problem ose jo. Pse e ndijmë këtë? Sepse ju jeni shenja që ka intuitën më të lartë, arrini që të perceptoni gjithçka edhe përtej asaj që duket. Si rrjedhoj, kjo është aftësia juaj më e madhe në këto momente. Nëse e përdorni këtë, keni mundësi që të zhvilloheni vërtet shumë, që të perceptoni dhe të mbani në jetën tuaj vetëm gjërat që nevojiten për të rritur. Kalimi i Neptunit tek shenja e dashit është një ndikim shumë i madh pozitiv, në të vërtetë. Arsyeja që është pozitive është sepse tashmë do të jeni më tepër të fokusuar tek materia. Pra, të gjitha ëndrat që keni thurur deri në këtë moment, të gjitha investimet që keni bërë më tepër të kohës, do të fillojnë që t'i realizoni dhe si rrjedhoj këto mund të përkthehen në të ardhur materiale vërtet shumë të mira në krijimin e një karriere që ju ndihmon vërtet shumë, krijimin e stabiliteti ekonomik brenda shtëpisë, krijimin e marrëdhënieve, të cilat ju ndihmojnë që të avanconi vërtet shumë. Jeta juaj e përditshme tashmë do të ketë një tjetërsim të dukshëm, është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për këtë arsye, por
duhet jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik, duke qenë se gjithçka që ndodh në këto momente mund të prek në mënyrë të anësjellët edhe sistemin tuaj imunitar, sepse kjo është pika që e keni pak më të dobët se gjitha shenjat e tjera, keni më të ndjeshëm. Si rredhoj, gjitha trysnia që ndjet në këto momente, nëse keni farë paqartësie, detyrimisht do të ndikojnë edhe më tepër. Prandaj, sidomos ditët e njëjtë premte dhe shtunë, do t'i këshilloj që t'jeni edhe më të kujdesshëm, të mos merrni asnjë lloj risku gjatë atyre ditëve. Pra të qëndroni brenda asaj që dini, brenda rutinës që dini. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me çështjet sentimentale. Gjatë atyre ditëve, nëse se domethënë keni ndjenja për një person, nuk do t'i këshilloja që të merrni të hidheshit pra me njëherë, do t'i këshilloj që të merrni të gjë me pak më tepër qetësi. Kemi mundësi edhe më vonë që të krijojmë lidhje vërtet shumë më të shëndetshme. Në këto momente është periudha që duhet t'i brojtoni më mirë njerëzit. Mund të kemi tendencë që ta bëjmë këtë, prandaj po e nënvizoj disa herë, sepse mund të jeni edhe pak të lodhur edhe nga paqartësitë që keni deri në këto momente, ose mund të keni pasur një periudhë të gjatë që nuk keni njëri në jetën tuaj. Si rredhoj, edhe gjatë kësaj javë do të këshilloj që jeni pak më të qetë, të shikojmë edhe një gjërat dhe për ripërsëris më mirë të hedhim hapa të sigurt sa të nxituar, pastaj mos kemi më mundësi që të kthehemi mbrapa sepse do të humbasim shumë kohë. Është një javë vërtet shumë pozitive në lidhje me të ardhurat materiale për shenjën e peshëve. Është tashmë shpërblimi i punës që keni bërë, nuk është diçka e re në të vërtetë. Keni punuar shumë për këtë ditë dhe do filloni që të shikoni edhe rezultatet e kësaj. Për sa i përket në marrëdhënieve sentimentale, kjo është një nga javët që përtej asaj që thash, domethënë nëse është një lidhje aktuale që jeni pra në një lidhje, do të këshilloj që të merrni riske të tilla që të bëni surpriza partnerit tuaj. Kjo do të ndihmojë të bëni atë lidhje shumë më të fortë, shumë më të qëndrueshme dhe ju mbi të gjitha të ndjeni më i vlerësuar sepse do të kthehet domethënë në mënyrë reciproke gjithçka, shumë fish. Është një javë ku mund të planifikoni edhe udhëtime e të tjerë, pra është komplet në duart tuaja, është një periudhë vërtet shumë pozitive. Okej, këto ishin ndikimet që kishim për këtë javë. Përsëris, do t'ju këshilloja që duke filluar që nga dita e nesër, pra nga data 24 janar, të filloni të bëni një plan. Domethënë në vija të trasha të paktën se çfarë dëshironi që të bëni javën që vjen. Takimet që duhet të bëni, punën që duhet të mbaroni. Po ashtu, në qoftë se e ndjeni të nevojshme dhe në qoftë se përmendat tek shenja juaj që duhet kujdeseni për shëndetin, do t'i këshilloja që të lini edhe një takim me doktorët, gjithmonë në qoftë se keni simptoma, sepse mund të bëhet një javë pak e vështirë për të tejkaluar nga ana shëndetësore, në qoftë se përpërsisht në qoftë se kemi simptoma. Ndërkohë që jemi në një periudhë vërtet shumë efikase për sa i përket krijimit të marrëdhënieve, pra të lidhjeve, sepse jemi në një periudhë vërtet shumë sociale, do t'i këshilloj me ngurmë që ta përdorim këtë. Të gjithë personat të cilët mund deri në këtë moment ndoshta nuk i keni kontaktuar, do t'i këshilloj që t'i kontaktoni. Të gjitha lidhjet kemi mundësi që të rigjenerojmë në këtë moment, prandaj është shumë e rëndësishme. Dhe ajo çfarë është edhe më e rëndësishme, këto janë përsa i përket individit, ndërkohë shoqëria po ndikohet në mënyrë tjetër, kemi një manipulim vërtet shumë të lartë. Si rredhoj, do t'ju këshilloj që të qëndronit larg zhurmës, çdo gjë që në këto momente ose çdo kush që në këto momente po vërtet mund të ketë një agjendë ndryshe pra. Si rredhoj, do t'ju këshilloj të fokusohesh tek gjërat që i dinit, tek njerëzit që i njihni, që i doni dhe i dini që ju duan. Në momentin që ne krijojmë një komunitet më të përshtatshëm për veten tonë, do ta kemi shumë më të thjeshtë që të tejkalojmë këtë periudhë që është në botë pra me më tepër thjeshtësi. Okej. Këto ishin ndikimet që kemi për javën e vështirë dhe këshillat nga ana ime të paktën. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Këtë të hënë do të bëj parashikimin për hënën e plot, që është tek shenja e ujorit, ndjes, është tek shenja e luanit. Është shumë e fuqishme dhe shumë e rëndësishme. Normale. Është hëna e plot e fundit përpara fillimit të periudhës së eklipseve, prandaj do të këshilloj që ta ndiqni. Ndoshta jo drejt për drejt, por kur ta vete kanalin YouTube-it, ndërkohë që në këto momente vërtet që do të këshilloj që të shikoni videon që kam bërë për hënën e re që ishte tek shenja e Briciapit dhe videon që sapo vura sot, domethënë, në lidhje me stinën e ujorit. Kam folur
është një video që më pëlqeu shumë, domethënë sepse fola me shumë qef gjatë asaj video, prandaj dhe jam se sigurisht që të gjithë do të mund të merrni informacione që do të duhen se në vazhdim. Natën e mirë dhe po shumë faleminderit, edhe unë do të pushoj tani. Shumë faleminderit të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Është një kënaqësi vërtet shumë e madhe. Shihemi përsëri. Pafshim.